njohja e realitetit se njeriu nuk duhet me u mashtru mas kësaj të njohja. Do thotë, duhet me ditë këtë realitet. Se ka pas do thotë njerëz të cilët janë mashtru mas dunjojës, edhe janë ndonë mas pasunis, e janë ndonë mas drogës, e janë ndonë mas prostitucionit, e janë ndonë do thotë mas do punëve të kryqura, edhe shumë shpejt e kanë zonë veshje, që shtojnë kana. E për atë arsye do thotë, muslimani duhet me morë mësim edhe për ative të këqire. Edhe kur nolet edhe me ndonë, po mirë filoni, u pa ndonë mas që saj punin. Ku shkoj? E këna përcil të vorën. Filoni e pa që kryjë dhe me drejkë se s'ka për kush për mitan. Ku shkoj? E këna që të vorën. Po filoni u pa ndonë me qatë punë. Shka po? E prishi familjen e vetë. Po filoni të tëtë i analizon edhe i studion ato njerëzit e këqi, ato njerëzit e prisht, edhe i këshirë që shi kanë pas përfundimin, atër e ja, mas i koka që shtu përfundimi të një, unë e po largona prej kësaj pune. I menqëm është ai i cili mëson prej gabimeve të tjereve. Ndërsa nuk është i menqëm qaj, i cili hakat mi ardhë gabimi edhe sprova e masanena prej vetë do të me umësue. Për atë asyje se thojnë, kur të vinë mend, shkojnë vend. E sa të kanë shku vend hala, ma mirë mësot do të prej gabimeve dhe prej sprovave të tjereve.